i përket gjithë kësaj çështje, Arber, po e nis me ty. Ledion, unë mendoj që brenda shtëpisë janë krijuar dy pole. Një pol që ka në vëmendjen kryesore mirin dhe kjo është aftësia e tij, sepse nuk është lehtë që brenda shtëpisë ti të shfaqësh aftësitë tua të leadershipit dhe ka një grup brenda shtëpisë që e ka disi të konsoliduar. Ndërkohë që përballë tij ka një pol tjetër ku mendoj që janë dy personazhe në garë për të zënë vendin e parë tek ky pol që është krijuar, që është Eriku dhe Casey. Tani, unë i kam dëgjuar pothuajse të gjithë debatet midis njëri tjetrit dhe mund të them që ka qenë në krye ofendimi, sidomos ato nga ana e Caseyt, të cilët shpesh herë janë dukur edhe verbale, agresive dhe kanë nënkuptuar gjëra të tjera. Tani, unë mendoj që të gjitha këto janë gjëra që e veshin marrëdhëniet që këta kanë me njëra tjetrin. Gara është e fortë dhe këta kanë nisur një mision të ham kokën e armiqve, në kuptimin e fjalës që kush do të jetë njeriu përballë mirit. Për sa kohë po flitet për mirin, do të thotë që miri që nga i rëndësishëm brenda shtëpisë. Për sa kohë flitet për mirin dhe për grupin e tij, do të thotë që ai ka arritur ta konsolidojë një grup brenda shtëpisë që nuk është e lehtë, sepse shenjat e krijimit të grupit i ka pasur që në fillim. Tani ajo që s'më pëlqen mua dhe që nuk e kuptoj pse nuk po arrin ta kuptojnë, është fakti që kur dikush të ofendon brenda shtëpisë, është duke të dhënë mundësinë se si ti do reagosh. Dhe shpesh herë ai njeri që di të reagojë mirë ndaj ofendimit, publiku e ngre lart gjithmonë. Pra nuk është gjithmonë përgjigja që duhet të rikthehemi me ofendime ndaj një njeriu që ka vendosur të ofendojë. Në konveshtrimin tim më i afti prej tyre është ai njeri që do të di se si do të reagojë ndaj ofendimit. Dhe mendoj që kanë zgjedhur rrugën më të gabuar, duke ulur njëri tjetrin në këtë lloj mënyre. Ti ke si skepse çuditësh se me atë shapkën dorën aty në formën e altis. Jo, se qëna më faqë sekund, ku kemi qenë kalamaj, ka qëna shpia do traf me shapka që na kanë bot gjithë mama. Është e vërtet ajo, është e vërtet, po shapkën nuk e futshim këtu. Se këtu kemi ardhë për me dozë në anë të tjera. Ku kemi qenë fëmi, ka qenë, do me dhënë do traf me shapka nga gjithë nëna tona, dhe këtu këta që janë nga 30 e 20 e morën për armë një shapë. Për mendimin tim, ti Casey je një provokator i lehtë, je intimidues dhe mungesa e argumentit tregon edhe dobësi. Se në momentin që violina jote kryesore është ofendimi, i bie që kesh frikë në vetvete, nuk është fortësi kjo. Është përgjigje për gjithë gjërat, se mua tu vërtet ai problem që ta hedhin llafin, por ta nuk presin dot pasojat dhe shkojnë ankojnë që gjithë viktimizohen. S'ke argument. Edhe mua të më thot Miri apo Kristi që për jashta flasim ndryshe. Jo, po kur vjen kjo? Ja pra ta themu, ti me fjallorin morë, nuk ma thua do të mua jashtë. Dhe keke pulsantit të ishin jashtë, ke rezi im. Kjo është jashtë. Do flisnim ndryshe bashkë. Fjallën morë, Monika, do të mua jashtë. Kesi tu lidhet dhe ajo me paketa, që këmë thot mu jashtë. Unë i thash jashtë që me mge paketa. Po pra, jashtë. Se këmë thot mu jashtë, ti me ndryshe me mu. Po pra, Kesi, fjallën morë, ti s'ma thua do të jashtë. Ky është konteksti. Jemi brenda shtëpisë Big Brother, qeni jashtë në rrugë. Kalojnë jashtë kontekstit dhe kur marrin përgjigjen, mërziten. Letë mërziten, o vlla, mos ta kalojnë as ta cakun. Dakord, ne shikojmë grupet. Faktikisht, atë që u tha dhe këtu më përpara, që Miri e ka konsoliduar grupin, problemi është që ne nuk po shikojmë Big Brother. Pra ne nuk po shikojmë një debat midis grupeve të formatuara, pra grupit Miri dhe grupit tjetër. Ajo që mua më bën përshtypje është që liderët të grupit tek Miri, unë shoh Selinën për momentin, dhe shoh që Selina është shumë e kalkuluar, shumë e strukturuar, dhe ndoshta të qenurit e preferuar Selina në javën e kaluar e ka bërë që Miri të humbi, po themi, nervat. Unë mendoj që Miri nuk ka pse të bëhet po themi Miri i preferuar ishte bashkë me të çfarë? Ishte, po Selin ishte e para dhe tregon për mua është që Selina po e drejton Mirin, po e tërheq. A mos është fakti i ikjes së Selinit nga krevati, strumbullari Po kthye Selinin prap. Jo, s'jam kthyer. Pra nuk u kthye.
Nuk u kthye për shkak sepse po, faktikisht ishte një lloj mburoje që Selini i bëri Mirit për shkak të mungesës së korrekcisë nga Eriku në marrëdhënie me Mirin, sepse kur Eriku kishte nevojë për Mirin, Miri ju gjend pranë. Eriku e shpëtoi nga radha kaluar. Ndërkohë që Eriki u humbi ca parime, po themi, të shoqërisë, të burrnisë, të miqësisë, në marrëdhënie me Mirin, duke vendosur kesin në vendin e qi në krevat. Gjë që kjo donte gjithkohës që unë mos shoqërohesha me atë që donte Miri. Po ti, kjo nuk fal. Erik nuk e pranoj. Nuk e pranoj. Erik, më dëgjoj një sekond. Erik ti arrite. Ta mbaroj pak, një sekond. Erik ti arrite qëllimin se ti e nervozove Mirin dhe nxore në një vend tjetër, pra Miri e humbi qetësinë. Ndërkohë që faktikisht atë që shikojmë ne nga jashtë, nga 24 orë në Big Brother, ajo që ne shikojmë që mungesa e korrekcisë tënde ose një lloj, po themi, burrnie në marrëdhënie me Mirin, po ta quaj. Mos e kapim kështu kontekstin. Jo, po ti faktikisht jo. Tu ka për më ke më shumë se grua ja që çfarë ka thënë. Tani më dëgjoj se Ty nuk po të dim se të gruaja e Mirit se çfarë po bën Miri atje. Ti ke hyrë për të bërë lojën tënde. Kështu që në këtë drejtim, mos merrni gjëra nga jashtë për t'i futur aty brenda. Unë po të them në këtë aspekt. Ti e fitove lojën me Mirin sepse ti e shfazove Mirin. Është tjetër gjë që mënyra se si ti e shfazove Mirin prishe një rregull, po themi, në marrëdhënie miqësore dhe shoqërore me të. Nga ana tjetër, Miri të pranoj. Nga ana tjetër, futja e kesit në krevat, futja e kesit në krevat, pra për t'i liruar ti vendin tënd kesit në vendin me Mirin, nuk ishte sepse Miri po donte merrte kesin. Kesi kishte krevat në vet me Inën. Më fal, po kurun kanë fjetur në to. Ore pse ne mi koste? Jo po as mund ta Erik është në top, se nuk më tha hajde i gjitur të krevati. Se më fer burë grash. Qenë fillim. Ai burri aty që ju, ati dhe mua për në vitë gjukoni, ai ka hitur Jogani për sipër, që ka dhe përdojnë që ju ka fjetër poshtë. Iku, Ky është Miri, dhe që ka dash bërështajnë e vetë, do të se ka pranuar, dhe ka thënë për shkollit dhe drejtimin e gabuar. Dhe ati e ka sulmuar Miri. Nuk e ka sulmuar Miri, aty ka njësë sulmi i lojës ndaj Miri. Dhe Miri ka për detyrë. A mund të marrë një sekund fjalën? Më thuaj. E para, Kesi e ndan shtratin me Mateun dhe jo me mua, unë ndaj me Lornën. Ka rëndësi kjo gjëja. Do ta përsëris Ina na fal. Ina, nuk ka faj Monika. Ina, nuk ka faj Monika, se vërtet e ndan shtratin me Lornën, po shumicën e kohës Kesi ka gjën aty. Atë po i thoya nuk e kuptoj pse u Po, atë po them, nuk ka faj Monika, se pavarësisht se ti e ndan shtratin edhe një herë. Shtratin të gjithë gjatë ditës kalon në ambiente të përbashkët. Ina s'ka si gjë vjeqe me thënë të drejtën. Jo, nuk ka vend për diskutim. Na fal Mina, se ku ishim qetësohu pak. Sot në mëngjes e filluam mëngjesin duke u përgjafuar te krevati Inës, Kesi dhe Ina. Po ishte bashkë atë krevati jote ishte. Mos u ofendo pa shumë ose mos e pranoj. Mos u ofendo krevati mos i futeni pra diskutimin të krevati. Do të përgjafumi qetësou, atë po shërgani se kanë punë, se këto janë qendrëllimet e juaja. Qetësou, pse po merr ka qenë në një krevat. Flemi krevati se ka përgjafuna Ina, nuk e ka punë. Ina, të pyes. Do bëja një korrigjim dhe vazhdoni pastaj. Po ti se ti je e pasueshme, prandaj se din. Urdhëroni këtu. Dal se din. Po një sekond. Ashtu je, edhe ashtu je. Minutën banor. Më ngri pak audion aty ju lutem. Ina, të pyes. Urdhëroni. Ti e mohon faktin që ka një lloj afërsie dhe përkujdesje të dukshme të Kesit ndaj teje gjatë këtyre 4 ditëve të fundit? Jo, ne kemi pasur gjithmonë këtë marrëdhënien kështu mes nesh. Dhe nuk ka asgjë të shtuar, thua ti? Jo.
Pra ti e mohon që mes juve të ketë një afrim të ri gjatë këtyre 4 ditëve. Jo, nuk është afrim, ne gjithmonë e kemi pasur marrëdhënien tonë kështu edhe jashtë. Shumë bukur, më vjen mirë. Faleminderit shumë për këtë debat pseudo-konstruktiv. Gjërat e dini vetë, kurioz jam se çfarë do ndodhi në vazhdim. Hastenaldo, më thua një perlë. Një perlë jo konfliktuale më duhet. Jo, s'duhet them. Nëse është konfliktuale nuk e dua. Jo, nuk është konfliktuale. Okej. Mbas është e vërtet, po patjetër. Dihet tani. Jo, dua të them vetëm këtë që debatet forta në shtëpi absolutisht, edhe fyerje absolutisht, po me sa duket po nuk bërë një fyerje, nuk del as në klip, as nuk ke mundësi me fol në debat, që ndodh këtu në Prime. Edhe besoj që mua personalisht nuk më pëlqen aq kjo qasje. Bëjmë alancë bashkë, nëse kemë radhë. Okej, mund të qëndroj, mund të mos qëndroj. Të marrin përgjegjësinë e vet, edhe më mirë do ishte të thonë nuk ndihem krenar për këtë që bëj, edhe për lojën që bëj fyese, sepse të dy palët fyen, nuk ankojnë të gjithë për argumente dhe diskutime konstruktive, por nuk të lë hapësirë edhe mënyrë të bësh diskutime, sepse direkt fyen ose të tallin ose të përqeshin. Po, pra nuk ka thua ti një debat konstruktiv, po gjithmonë përfundohet në. Shiko, duhet Jeti e para që nuk di të bësh një debat konstruktiv. Juela është e para që nuk di të bësh një debat konstruktiv. Ja pra, e shikon Stenaldo ç'më bëre, shikon Stenaldo ç'më bëre. Doja ta shuaja të zjarr dhe sapo e rifillove. Në rast se ti fillon dhe i drejtohesh dikujt tillum, duhet ta mësoj të skillë. Duhet ta mësoj të skillë. Vajza. Do keni mundësinë të sqaroheni më vonë, vajza Juela dhe Ina.